Për 3 ditë radhazi, njësia B2 e termocentralit Kosova B ishte jashtë funksionit për shkak të rrjedhjes së brendshme në kaldaj. Të gjitha sanimet janë përfunduar me sukses dhe njësia B2 është rikthyer në operim dje, rreth orës 12 dhe aktualisht njësia është duke operuar. Përgjatë kësaj kohe, në Kosovë u importua rrymë mbi gjysmë milioni euro. Vetëm për periudhën 27-29 nëntor, konsumi ka shënuar rritje prej 5%, ndërkaq për ta mbuluar kërkesën për konsum si furnizues i shërbimit universal kemi importuar në vlerë prej 500.000 euro. Rrjedhimisht, njohësi i sektorit, Izet Ibrahimi, thotë se edhe faturat do të jenë më të shtrenjta. Të gjithat këto reflektohen në çmimet të ardhshme, sepse është një zër ato që është në shqyrtimet tarifore, energjia nga importi, e cila drejt për drejt përkthehet në tarifë të energjisë ose në fakturën e energjisë. B2 doli nga funksioni një muaj pas rikthimit në prodhim, kur përfundoi rehabilitimi dhe modernizimi i turbinës në projektin me vlerë 56 milion euro. Ajo ka qenë, unë konsideroj se ka qenë shumë e domosdoshme, por nuk ka qenë e mjaftueshme. Ndoshta edhe nuk ka qenë e kryer ashtu siç duhet ose ashtu siç e kërkojnë kërkesat teknike. Kjo ishte hera e tretë brenda një muaji që është ndalur prodhimi në njësinë B2.